Në shkollat profesionale, që më parë kishin kontingjentet plota të nxënësve e të studentëve për grupin buk pasticëri, tani pothuajse nuk ka fare. Po kështu dhe nuk ka pothuajse asnjë interesim për të punuar në furrat e bukës për të mësuar zanatin e bukbërësit. Kjo mungesë është një goditje e rëndë për mënyrën artizanale të prodhimit bukës në vendin tonë, që bazohet tek puna e dorës së specialistëve. Nuk ka më specialist të bërjes bukës misrit, të grujt, po humb zanati i bërjes së bukës së qiqërës në zonën e Korçës dhe me vështirësi po përpiqemi të ruajmë traditën e lashtë të popullit tonë për ta bërë bukën me basmaja e me bruz të thartuar. Kolegët që kanë marrë fuqi punëtore nga jashtë kanë kosto të tyre shtesë, veçanërisht për sistemimin për banim, që domosdoshmë arrit koston bëhet fjalë për Tiranën veçanërisht, por edhe rrogat e punonjësve të tjerë të prodhimit të bukës dhe të pasticërisë janë rritur goxha shumë, kështu që janë krahasueshme. Nuk e mendoj që ardhja e punonjësve të huaj do të ndikojë në rritjen e çmimit të bukës. Një element është që marrja e fuqisë nga jashtë nuk na i plotson kushtet e specialistit që kërkojmë ne. Neve që ta dini, në krahasueshmëri me kolegët tanë të Europës, neve jemi pothuajse të krahasueshëm me ata për teknologjinë, mënyrën e prodhimit, cilësinë e produktit, veçanërisht janë produkte që neve i marrim nga kompanitë më të certifikuara europiane. Siç i marrin ata, të njëjtat produkte marrim edhe ne.